Bashkiak datë 25 qershor ora 15:53. Në mbledhjen e sotme kemi 16 pika në rendin e ditës, si më poshtë vijon. Pika parë, projekt vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi kurzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë për periudhën 1 deri në 31 prill 2026. Pika e dytë, projekt vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kurzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë për periudhën 1 deri në 31 maj 2026. Pika 3, projekt vendim për trajtimin me subvencionin e qeras të disa familjeve në nevojë që nuk mund përballojnë qeranë e tregut lirë. Pika 4, projekt vendim për sistemimin në banesat sociale me qera shkollës të disa familjeve në nevojë. Pika 5, projekt vendim për trajtimin e subjekteve të cilat nuk kanë aplikuar në sistemin online Shtëpia ime, banesat e të cilëve janë klasifikuar me nivel dëmi DS5 si rezultati i tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Pika 6, projekt vendim për krijimin e Komisionit Këshillimor për vlerësimin e emërtimeve të pjesëve të territorit publik, bulevard, rrugë, rrugicë, shesh, territorë, objekte dhe institucione nën jurisdiksionin e Bashkisë Tiranë. Pika 7, projekt vendim për një shtesë në vendimin numër 97, datë 27 nëntor 2025 të Këshillit Bashkiak për shpërblimin e punonjësve në punësve të caktuar në komisionet e ngritura me vendim të Këshillit Bashkiak pranë Bashkisë Tiranë. Pika 8, projekt vendim për disa ndryshime në vendimin numër 26, datë 17 mars 2023 të Këshillit Bashkiak për miratimin e projektit Web Challenge Tirana, hartuar sipas udhëzuesit operacional për zbatimin e tij. Pika 9, projekt vendim për zbatimin e kapitalit për shoqërinë TEDA Tiranë SHPK si person juridik në pronësi të Bashkisë Tiranë. Pika 10, projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 100, datë 18 dhjetor 2025 i Këshillit Bashkiak për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2026 të ndryshuar. Pika 11, projekt vendim për miratimin e raportit të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Tiranë për 12 mujorin e vitit 2025. Pika 12, projekt vendim për dhënien e pëlqimit për vijimin e procedurave sipas kërkesës së Ministrisë së Arsimit për projekt vendimin për kalimin në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Arsimit për përdorim nga qendra e shërbimeve arsimore dhe ose institucione në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe revokimin e të drejtës së pronësisë së Bashkisë Tiranë të pasurisë numër 1 fraksion 136 në dën në zonën kadastrale 8320. Pika 13, projekt vendim për dhënien e pëlqimit për zhvillimin e projektit në pasurinë numër 6 fraksion 108, zona kadastrale 8320 në pronësi të Bashkisë Tiranë në përputhje me destinacionin e saj. Pika 14, projekt vendim për prishjen e detyruar të ndërtesës private pallati numër 64, rruga Bubulina, njësia administrative numër 6, si rezultati i dëmtimit nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Pika 15, projekt vendim për prishjen e detyruar të ndërtesës private pallati numër 65, rruga Bubulina, njësia administrative numër 6, si rezultati i dëmtimit nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Pika 16, projekt vendim për prishjen e detyruar të ndërtesës private ish shkolla e ulët tekstile, rruga Sheshi Garibaldi, njësia administrative numër 6, mbështetur në akt ekspertizën e thelluar dhe konkluzionin e oponencës teknike të Institutit të Ndërtimit. Hedhim për votim rendin e ditës. Kemi dhe një projekt vendim shtesë për ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të Kontrollit të Brendshëm Financiar të Këshillit Bashkiak. Për miratimin e ngritjes së kontrollit të brendshëm financiar të Këshillit Bashkiak, komisioni do të përbëhet nga 11 antar, si më poshtë: zoti Enio Civici, kryetar, zonja Silda Çepe, zonja Brugjilda Kito, zonja Sonila Qato, zoti Alfred Muaremi, zoti Endrit Hoxha, zonja Irini Goga, zonja Iris Beleraj, zoti Fabian Topollari, zoti Dorian Teliti dhe zonja Mirela Ruko. Hedhim për votim rendin e ditës. Kush është pro? Abstenim, kundër, miratohet. Faleminderit. Zonja Ruko. Po. Do doja që në pjesë e rendit ditës sotëm të jetë dhe diskutimi për sa i përket protestave fundit që në cilën ndodhen edhe banorët e Tiranës, të diskutojmë bashkarisht cilat janë shqetësimet e tyre që padyshim përmenden. Ka lidhje me ju njerëz të cilët nuk e di nëse jetoni në këtë qytet, në këtë qytet që është kthyer në fakt në shtëpinë e kukullave të arkitektëve, të cilët po na ka shkatruar komplet mënyrën se si jetojmë. Kështu që nëse ti nuk e ke djenim pse dalin njerëzit në protestë dhe protestojnë, më lejo të informoj.
rendi ditës u miratua, kemi 16 pika, janë U diskutua në Bashkinë e Bolonjës, protestat të cilat ndodhin në Tiranë dhe nuk diskutohen në Këshillin Bashkiarak të Tiranës. Kjo është e turpshme nga ana juaj që nuk fusi, pse keni kaq shumë frikë? Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni? Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni për çështje të cilat i shqetësojnë banorët e Tiranës? Pse keni kaq shumë frikë? Diskutojmë për pikat e rendit ditës. Zoti Muhameti, ju lutem. Zoti Muharremi, në kur diskutohen çështje të rëndësishme, ju shkoni në tualet, kur diskutohen çështje të rëndësishme, shkoni në tualet, inshallah nuk e kanë vjedhur tenderin e letrave higjienike që ju mos përlyeni më shumë nga që jeni tashmë. Kështu shko. Ju lutem të rreq vëmendjen. Do vijojmë me prezantimin nga Po, është e turpshme nga ana juaj që të vazhdoni diskutimet, të diskutosh për problemet e Këshillit Bashkiak. Zonja Aristani, ju lutem mos ma fikni mikrofonin, Mikrofonin se e keni bërë, e keni Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Që kemi sot në rendin e ditës. Zonja Aristani, fjala është për ju. Son banorët e Tiranës sa herë që dal, kurse ju nuk do kësaj çështje në këtë mbledhje Këshillit Bashkiak. Diskuton Bashkia e Bolonjës, nuk diskuton. Ju lutem mbani qetësi në sallë. Farë. Akoma s'ke shkuar në tualet, shko. Keni kohë të dedikuar për të diskutuar për aktet e rendit ditës, do keni kohë në dispozicion për diskutuar kur të kërkoni fjalën. Fjala tani është për zonjën Aristani për të parashkuar aktet. Mos ma fikni më mikrofonin. Zonja Ruko, mos ma shëra tre që të rreq vëmendjen. Ju lutem mbani qetësi në sallë. Zonja Aristani, fjala është për ju. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, e nderuar kryetare, përpara se të kaloj në shqyrtimin e projekt vendimeve dhe të rendit të ditës, desha t'ju informoja për një temë që mendoj që është e rëndësishme dhe për të cilët të gjithë këshilltarët kanë shprehur interes, një përditësim në lidhje me regjistrimet për kredite buta, të cilat të gjithë ju jeni interesuar për mbarvajtjen. Dhe në përgjigje të shqetësimit të herës së fundit për sa i përket atyre aplikimeve që nuk janë konsideruar si pasojë e problemeve që ka pasur sistemi, doja të informoja se në total janë regjistruar 4409 aplikime, prej të cilëve fitues të fazës së parë janë 2871 aplikime dhe janë një fitues 1000. Ju lutem qetësi në sallë të vijojmë me mbledhjen. Ju lutem mos prishni mbledhjen. Zonja Aristani, ju lutem. Kështu do më thonë, keni shkatruar jetët e qytetarët dhe nuk pranoni ditës. Keni ka shumë. Nuk mund të prishni sallën. Kemi mbledhje sot me 16 pika në rendin e ditës. Shumë Tiranës për diskutuar këtu. Nuk i gjoni këtë. Për gjitha akte që kemi. Zonja Aristani, fjala për ju. Siç po ju referoja, për shkak të interesit të madh që keni shprehur dhe për shqetësimin e moskonsiderimit të aplikimeve për shkak të shqetësimeve që ka pasur sistemi për programin e kredive të buta. Kryetare, ju lutem, më drejtoni nëse duhet që t'ju nuk e kuptoj, më drejtojeni mua apo kryetare. Më duket e tutën mbi 3 herë. Ju lutem diskuto. Ju lutem mbani si me sa për ndryshe do ju vetëm ju që mbyllni syt para probleme që i thon mirë. Në fakt tu ju jam unë, ne tregoj në nuk e them unë. Kryetare, të lutem, nxjerreni për jashtë. Banorët e Tiranës. Atëherë, zonja Ruko, neni 54 i rregullorit për organizimin dhe funksionimin mos ma fikni më mikrofonin. Neni
Masa disiplinore e vërejtjes, që ja u dhash mbi 3 herë, sepse po prishni mbledhjen pa nisur ende për diskutuar për Atëherë duhet aktet. merrni sugjerim, propozimet Nëse e këshilltarëve vjoni për në një këtë çështje formë, kaq të rëndësishme, nëse protestojnë vjoni mira në këtë qytetarë formë, dhe dhe kjo ju nuk është doni ta e diskutoni në pasuruar këtë në proces mbledhje. verbal, Nuk doni ta diskutoni në këtë mbledhje. Pse ka shumë frikë? atëherë ju kam hequr të drejtën e fjalës deri në përfundim të mbledhjes. Dhe deri tani po ju thoya që mund të diskutoni çfarë keni, arsyetime apo kritika tuaja konstruktive. Duhet ta nisim me në këtë pjesën gjë. e diskutimit. Dhe më pas të kalojmë tek ato vendime që ju vijoni në këtë formë, mos më detyroni që ta mbyllim këtë seancë në këtë formë. herë që dëshiroj Fjala për zotin Saliani. duhet që Zotin Saliani. Me qenë se nuk po lejohet vazhdojmë mbledhja, propozojmë që të miratohen aktet dhe vazhdoni me të njëjtin ashtu i ka çuar qytetarët protestojnë. Vazhdoni me të njëjtin Bravo qoftë që kemi lejuar që Atëherë 5 minuta pushim, zonja Ruko, ju përjashtoni nga kjo seancë. kurse ju e kanë dhënë kartonin e kujt qytetarët në shesh, du të vi turp, edhe bëni shumë mirë që shkoni në fshehtë të koma aty ku cilën me këtu. Merri masa të përjashtohet nga seanca dhe pastaj do fillojmë seancën pas të dalë zonja nga seanca.